Tani, vëllezër motra nderuara, ju begatoft i madh i Zot. Ideja është mos me shku fare në xhenem. Ideja është me shfrytzu Ramazan dhe me rregullu dhe me përfitu të gjithë mirat e kësaj bote. Me i dhonë selam çdo të keqe të kësaj bote e me fitu xhenetin e përjetshëm. La tansu adhimatani, ka thënë, mos i harroni dy gjëra madhështore. Than, kush janë këto gjëra madhështore ja Rasul, Allahu i dërguar i Zotit? Tha el xhennetu wan nar, tha xheneti dhe zjarri. S'ka mashtrim më të madh që i bëhet njerëzve që i thojnë kitaf më për dynja. Leku ku është, pasuritë e kësaj bote, të cilat një ditë do kthehen ngrims në pluhur dhe njeriu do t'i lej dhe e kanë mashtruar njeriu dhe e lejnë që mos ta kuptojë që pasuria e vërtet, mbretëria e vërtet, mirësia e vërtet, bukuria e vërtet, fisnikëria e vërtet është ai që fiton xhenetin. Me dhjetra, me qindra herë na thret Zoti në Kur'an për të fituar xhenetet e përjetshme. Pasuritë e pafundme dhe të përjetshme, jetën e përjetshme, rininë e përjetshme, shëndetin e përjetshëm, kënaqësinë e përjetshme. Kështu na mëson Zoti. Po ne na kanë mashtruar në tokë dhe s'na lanë me kuptuar mirë këtë. Dhe na bëjnë që të vritemi, dhe të shkatrohemi, dhe të shajmi, dhe të ofendohemi për pasuritë e kësaj bote të vogla që do t'i lejmë një ditë. Prandaj i madhi Zot, i qofshim atij fal. Do neve që të na nxjerrë nga ky Ramazan si engjëj.